George Clooney ka hequr dorë nga roli kryesor në filmin e Steven Soderbergh The Man from Unsolved. Nuk dihet ende arsyeja sepse aktori 50 vjeçar nuk ka vazhduar projektin, por mendohet se agjenda e ngarkuar ka qenë shkak i braktisjes së rolit. Filmi tregon historinë e dy spionëve ndërkombëtar dhe xhirimet do të fillojë në muajin shkurt të vitit të ardhshëm. George Clooney ka bashkëpunuar me Soderbergh në filma si Out of Sight, Solaris, The Good German dhe trilogjinë Oceans. Kim Kardashian është shprehur se veshjet e siluara nga ajo dhe motrat e saj janë mjaft me shije, duke ofruar komoditet dhe stil. Zakonisht kur unë blej veshje kam nevojë të përshtatem atyre, prandaj për këtë koleksion u siguruam që secili fustan të ketë formë. Ne po ashtu kemi përdorur materiale që zjaten, pjesët kanë shumë elasticitet dhe ju japin juve shumë siguri, ka thënë Kim. Linja e veshjeve e cila është e krijuar në bashkëpunim me motrat Courtney dhe Cole, aktualisht është e pranishme vetëm në dyqanet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Britney Spears do një fëmijë me partnerin dhe ish menaxherin e saj Jason Trevick. Çifti ka folur për të ardhmen dhe kanë vendosur të krijojnë familjen e tyre kur këngëtarja të përfundojë turin në fund të këtij viti. Britney gjithmonë ka dashur një familje të madhe dhe kërkon të tregojë se mund të jetë një nënë e mirë pas problemeve që ka kaluar, shpreh një burim për mediat amerikane. Mel B dhe bashorti i saj Stefan Vellamonte janë në pritje të lindjes së fëmijës së tyre të parë. Mongojnë edhe pak ditë që ish pjesëtarja e grupit Spice Girls të bëhet sërish nën. Mikët mendojnë se foshnja mund të lindë brenda javës. Mel B ka 2 vajza të tjera nga marrëdhëniet e mëparshme, 12 vjeçaren Phoenix dhe 4 vjeçaren Angel.